Aris Dalipi, shumë emocione sot. Besoj që keni përjetuar nga ky titull kampion me Vllaznia U16. Falenderoj shumë për intervistën, jam shumë i emocionuar. Ju kërkoj edhe ndjes pak sepse për emocioneve ndoshta edhe nuk mund shprehem. Thjesht kjo intervistë do të përqendrohet te falenderimet për këto djem të mrekullueshëm. Falenderoj prind që na kanë mbështetur dhe kanë qenë shumë korrekt në gjatë gjithë vitit. Një dominim edhe në finalen ndaj Tiranës, se skuadra rivale, por që e keni mundur 3 herë dhe një barazim ndaj saj në kampionat. Është kënaqësia më e veçantë që e kena dominu rivalin, sidomos kur është edhe Tirana, është kënaqësia edhe më e madhe. Ishte avantazh 2-0 për momentin kur mori penalltin, që u shpëtua rezultati ju pa me shumë emocione. Patet ndoshta një dilemë se mund të është kisha qef me dal pa gol sot, me thënë drejtën. Janë 2 ndeshje nga 3-0, sot dosha Dalipi, duket se lidhja juaj me futbollistët është e veçantë, edhe që tregoj edhe kjo. Kena një marrëdhënie shumë veçantë me Datlinjën 2010. Fillon shumë herët që të përfaqësuesit rajonale. Ndoshta nuk duhet mi hikë në gjana vetë se sot është dita për festë, na është hek padrejtisht një titull, po sot ardhi aty ku i takon. Te Vllaznia, te Shkodra. Keni qenë pjesë e Vllaznisë së madhe si futbollist tashmë si kampion. Cili regjimi më i madh? Si futbollist apo si trajner? Tash ndoshta kur jam shpall vet kampion me trit të Vllaznisë me akademinë, ndoshta nuk kam ditë me shpreh shumë atë emocionin, po sot jam shumë i emocionuar, kam shumë emocione, nuk e di, sot është ditë shumë e veçantë e jetës time. Dalipi, titull kampion vlen, por a vlen këto futbollist për të ardhurën e Vllaznisë? Besoj që kanë me vlet shumë prej tyne. Rruga është e gjatë, punë kanë shumë, mund duhet, sakrificë edhe fat, por besoj që kena me pas shumë emra që kena me pa. Edhe është me statistikë që shumë djem që s'kan dalë kampion të akademia nuk kanë shku te ekipi parë. Shumë entuziazëm, masivitet, një tifozëri si asnjëherë tjetër, por i pranishëm ishte edhe presidenti i klubit Vllaznia Alban Xhaferi, i cili ju përgëzoi. Ka ngjallë interes, është realisht ka ngjallë interes. Normalisht edhe presidenti është gjatë gjithë vitit që pyet e interesohet bashkë me drejtuesat për këtë grup, për Datlinjën 2010, sepse besojmë edhe shpresojmë që kena me pa emrat e ekipi parë. Dalipi, a është ky momenti më i gëzueshëm i karrierës tuaj si sportist dhe trajner? Pa dyshim, është momenti më i gëzuar, jam shumë i emocionuar, nuk di çfarë më falënderoj, nuk di se çfarë më bë, thjesht vetëm po e shijoj. Dalipi, pamë dhe familjar tuaj të pranishëm në këtë ndeshje finale që festuan së bashku me skuadrën. Kanë pjesë ato në suksesin tuaj? Kanë shumë pjesë, sepse diskutohet se në sport për çdo fillnjavë i angazhuar me sportin edhe familja gjithmonë rrin mbas telefonit të prit sa u dove, a hupe, a fitove, edhe normalisht kanë pjesën më të madhe sepse më mbështesin edhe më presin edhe më ndërojnë. Për postë të tjerë kemi folur shpeshherë për babain tuaj Fatmir Dalipi, një futbollist i hershëm. Baba ka emocione, nuk vjen edhe sot e thira nuk erdhi. Tha kam emocione, tha vetëm thjesht du me pa rezultatin në fund. Urime për së. Faleminderit shumë edhe për ju, faleminderit.